po bën histori të lutem, Meritan, ti mos e ngasmo. Dash të lutem. Mbaroj për një ose po ty është histori normale zotë se histori më aty. Edhe një herë, pse nuk kapitalizon Po pikërisht pra rrugtimi jon, shënjimin e dobësisë së Partisë Demokratike kanë bërë këto që unë po përmend tani. Vazhdojmë te. 21 janar 2011-s, që na bëri grapën e për 2013-ën, që na çon 1 milion njerëz kundra. Pse? Sepse sot Edi Rama na përdor dhunë ndaj nesh. Po nuk na vret bulevard. Nuk na vret as ka një minutë, po të dëgjoj, po kanabizimi i vendit, inceneratorët, 5D-ja. Po do dalë aty më zotëri. Po jo mos e po fillove kështu nesër, jo, nuk më shqetëson fare, kam kohë televizive, duhet menaxhoj kohë televizive. Po pra, Darja administrative 2015-ën, merë vetëm 2 qarqe, Gjirokastra edhe Kuksin. Gjirokastra ka 4 mandate, në Kuksi ka 3 mandate. Ka më pak zgjedhësh Kuksi sa Gjirokastra, por ka 7 bashki Gjirokastra. A duhet përsëritur zgjedhjet tash? Po përpara se ti aty herë. Po apo jo? Dilë pra atje, bulevard. Por po pyesa, a duhet përsëritur? Një sekond, beson të gjë apo jo? E beson që duhen përsëritur, po të pyes. Atë pra të thotë. Qori, se ishte pyetja për Ramën. Qori, po bëj pyetje konkrete, a beson që duhen përsëritur zgjedhjet? Pa diskutim. Kjo është e rëndësishme. E rëndësishme, por nuk e materializon dot, nuk e detyrojmë dot Ramën, nuk e detyrojmë dot Partisë Socialiste, sepse jemi bën njëta fytyrë si Partia Socialiste. Me një atë shprehje që ka Italisë me që profesorët e tjerë. Prita një argument për Ramën dhe vazhdojmë pastaj me pafund. Qori, kam një pyetje. Tani, krahasimin, pse opozita në Stamboll fiton në Turqi? Pse opozita fiton në Hungari? Edhe atje diktaturë është, po duash ti. Pse në Maduro atje, prapë opozita fitoi, ai përpiqet zgjedh me gjithë formën, me ligj, me kushtetutë, me gjithçka. Pra që do të thotë që reagojnë qytetari, reagojnë populli, sepse e ngren popullin, vokacion, nëse ngren popullin. 10 mira student nuk bie qeveria. Sepse sa vjen më populli mbrapa. Ja, një minutë. 10 mira student serbi, se ka regjim atje. Nuk bie qeveria atje. E dini pse? Sepse ne vëmë në gjë, ne do të kemi kartë morale përpara. Mos jemi një lloj si Edi Rama se Partia Socialiste, që ne të kemi njerëz përpara drejtësisë në lista siç ka Edi Rama. Tani, të lutem më lër të jap problemi që kemi ne fort në Qorit se është Ky është problemi që ne kemi fort. Ku shikon Flamunogën Albana Bokshën aty, çfarë mendon qytetari? Okej. Po pse kur mendon tash pse 2021 jemi 20.000 vota përpara ne më shumë se 2025 ne lutem për ta marrë në Elbasan. Ta balla ishte më i dobët se sa Arper Mazniku, më keq ishte. Me banda më shumë ishte. Por morëm 20.000 vota më shumë. Edhe 8.000 vota DSI-s. Pse? Sepse vuri lista aty të panjohur, njerëz të cilët nuk kishin fytyrë diçka qytetarët. To janë problemet e cilët, por nuk i tham kështu, do përsërisim ndaj vodhi. Ora do të vazhdojmë. Ta shohim veten tonë herë që të jemi antipodi i tij, të jemi kundërshtar, të jemi fytyrë më pasë dhe më moral përpara Partisë Socialiste, por ne jemi një lloj si të uguale. 10 mira student, fytyrë më pastër se studenti nuk ka një shoqëri, nuk e rrëzuan dot qeverinë Vučić se ka regjim atje. Tani a ka probleme PD-ja pa diskutim? Se nuk e kemi mbyllur, se kemi dhe gjysomërën mbledh listë sekondë se fundit, e mbylla e fundit fare. Tashi, në regjime nuk ka zgjedhje, nuk ka humbës dhe fitues. Ka një njeri që bën një proces. Kjo është pyetja për fund. Kjo është pyetja për fund, Dashi. Reago. Me formë mënyrë më ekstreme, boja pra. Po s'të ndjej pra qytetari më. Sula në fund. Sa thotë janë një lloj. Po zgjedhin të keqë më të vogël. Dashi, të lutem. Shkoj problemi. Qori, shikoj pak të foton. Kjo foto është Günter Girsbaum.